Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të dhënë vëmendje ndaj Xhibanit. Xhibani në Instagramin e tij personal ka patur një reagim për natën e fundit të Fan Club me Heidi Baci në Top Channel, ku sipas tij produksioni po bën padrejtësi kundër drejt Xhibanit në mënyrën se si i montojnë videot, në mënyrën se si i transmetojnë gjërat për të nxjerrë sa më keq Xhibanin, të paktën kështu e la të kuptohet. Ai ka bërë një video në Instagramin e tij ku ndjen pak kënaqësitë që ka ndaj produksionit të Top Channelit, por njëkohësisht edhe për të sqaruar mënyrën se si ai është shprehur dhe se si Xhibani nuk ka qenë kur agresiv brenda bisedave të cilat i ka thënë, por që produksioni dëshiron ta nxjerrën agresiv. Do dua të sjell këtë video ta ndëgjoni nga Xhibani dhe më pas do të komentojmë pak atë që ju dëgjuat. Këta produksionit janë papa. Se si e sjellin, se si e përdredhin, se si e presin, se si e ngjisin, që duket për herë sikur unë jam ai agresivi që sulmon e vërtet e bën. Më pyesin, mbasi pyesin një zhbanore, na bën një ballafaqim te Fan Clubi. Dhe më pyesin mendimin tim, mos po flisja e lashme me përfundu. Pyesin mendimin tim. Filloj unë shprehem, pa e ofendu fare absolutisht duke i justifiku pozicionin e saj. Hidhet kjo, merr fjalët e mia, po don t'i thoje vetë, të dali vetë, sikur i është bërë padrejtësi gocës. Edhe më mbivendoset, më ndërpret. I kthehem unë, ndërsa unë po flisja, më merr radhën, i kthehem, hidhet një zhbanor tjetër, fillon e flet në emër të kësajt, i kthehem atij, i them ti çka ke që flet. Mbaroj punën me atë, më kthehet tani kjo ish-banorja dhe më vërtet të më thot, kjo është problemi me ty, thot, se ti duhet qetësohesh. Se qetësohem, ti more fjalën, tjetri mori fjalën, u vendos. Unë bivendos, u fut një bisedë që nuk i takonte, ti më ndërpreve. Për çfarë qetësohem? Ju le ju që të flisnit, më mbysni ju mu? Jo, do ngrej zonin. Në mënyrë shumë qetë. Dhe më thot, ti thot do mblesh mu të mbaroj fjalën. Po ishe ti ajo që s'mble mu me mbaru fjalën, ma. Dhe topi që e pret videon aty për herë. Aty ku ajo ish-banorja thot fjalën e fundit për herë dhe unë i keqi që nuk e lekte ish-banorja me mbaru fjalën. Rregull. A funksionon kështu për ju? Në rregull. Rregull. Çfarë thon? Ju e keni thikën, ju e keni byrekun, priteni si doni. Po njerëzit shikojnë, ose nuk janë njerëzit kaq budallë. Njerëzit shikojnë kush ndërpret, kush nuk ndërpret. Ndoshta shikojnë pranin komplet, ndoshta shikojnë edhe bigun. Sado që mundojnë ju ti dridhni, ti përdridhni, ti bëni video të duken sikur unë jam ai i keqi që nuk e lek të vajzën me fol. Se kjo vajza ka dhënë shembull që është mbivendos dhe është fut në bisedat e mia shumë herë, nuk i ha më njëri të gjepura. Unë respektin që kam dhënë që mos ta bëj të duket keq, nga respekti që kam për vajzën. Jo se nuk di të sulmoj, sepse e kam vërtetuar që di të sulmoj. Po nuk do ta bëj. Nuk do ja bëj qefin as produksionit dhe as asaj ish-banores. Ja kështu. E pra të nderuar miq, ky ishte reagimi i Xhibanit për atë në fakt se çfarë ka ndodhur mes produksionit edhe mënyrës se si produksioni po i sjell këto video, po i transmeton këto video. Xhibani u mundua që të arsyeton dhe ta sqaron situatën se çfarë ka ndodhur dhe çfarë qëndrimi ka ai me Danjën dhe se si është marrëdhënia e tij me Danjën. Gjithsesi këto ishin të gjitha shpjegimet që Xhibani ka bërë për natën e finales, ku në fakt disa gjëra, për natën e Fan Clubit, ku në fakt disa gjëra u transmetuan shumë keq.